Shiroka në ditën e pushimit zyrtar për festin e Pashkëve ka tërhequr vizitorë të shumtë që nga orët e para të së hënës. Ata kanë ardhur jo vetëm nga Shkodra dhe rrethinat, por edhe nga Kosova, Italia, Gjermania dhe vende të tjera. Kjo pikë turistike vlerësohet si një ndër më të preferuarat për të kaluar një ditë të këndshme pushimi, siç shprehet edhe ky qytetar nga Prizreni. Ne jemi nga Prizreni, por në Shirokë vim shumë herë, sepse na pëlqen, është një vend i mrekullueshëm. I ka të gjitha, ka liçenin, ka natyrën, ka njerëzit, edhe më duket sikur përmbushemi. Urime gjithë besimtarëve katolikë që kanë këtë festë, edhe inshallah ju plotësohen gjitha dëshirat. E ne kemi ardhur edhe kështu që të shëtisim pak Shkodrën. Shkodra na pëlqen sepse i ka lumeti, i ka liçenin, i ka detin, i ka të gjitha. Po mi të gjitha i ka dhe njerëz shumë mirë. Nuk kanë munguar as shëtitje familjare, sidomos me miq të ardhur nga Italia, emigrantë që kanë zgjedhur të festojnë Pashkët në Shkodër. È vero. Në ardhur për festat me ne bashkë, me kalu da ditë me qef, me familjartë. Shiroka è bellissima, tornerò in vacanza. Thanë shumë e bukur të pak thojt prep këto, me kalu da ditë në berë. Tutto è bellissima. Shumë e bukur. Si mangia anche molto bene. E hajtë shumë mirë, shumë mirë. Le persone sono molto accoglienti. Edhe njerëzit janë shumë të këndshme, shumë ospitalitete. Këtë festë ndajen me të gjithë pavarësisht përkatësive të ndryshme fetare. Për tona festat, jo vetëm për Pashkë, edhe për Bajram, për tona, na bile kena kështu, me miqë, me shoka, me misliman, që shëtizëm, me dalim, nuk kena dalim matë punë, jena njësaj, tonë, për qef, veç me dalë për qef. Po, mos i dole me këta, sa kënara për Italijet me zafirë me fjallë. Jo se, bërë italian. Kena na imram në Shkodër, deri vonë, sot në Shirokë. Jena knaqë për i menda. Gjithmonë knaqësi, shumë bukur. Na kena dhe njerëz tonë në Shirokë, që jena u knaqshme. Sa herë që vim, këto është e pa diskutueshme marë. Edhe janë bërë gjanat mira, sistemu shumë mirë. Pushimi së hënës për festën e Pashkëve në pikën turistike të Shirokës u përjetua si një ditë e bukur dhe plot gjallëri nga vizitorë të shumtë.